Gjatë një konference për medie, drejtues të gjykatës themelore në Ferizaj kanë prezantuar raportin një vjeçar të punës me që rast kanë përmendur të arriturat dhe sfidat në kuadër të departamenteve. Kryetari i kësaj gjykate, Bashkim Hyseni, ka thënë se gjatë këtij viti në kuadër të departamentit për krime të rënda prej 449 lëndëve të pranuara janë zgjidhur 229 lëndë, ndërsa prej numrit të mbetur të lëndëve mbi 50 sosh janë lëndë të cilat personat e akuzuar ose kanë ndryshuar vendbanim ose kanë letër rreshtimi qendror. Si prioritet në këtë departament kanë qenë kryesisht lëndët ku të panderëve ju caktuar me ose e paraburgimit, dhe që rrjedhimisht është edhe një prioritet ligjor për faktin se gjitha organet të përfshira në një proces gjyqësor në rastet kur të panderit gjenden në paraburgim duhet të veprojnë me urgjencë dhe në këtë kontekst nuk ka pasur ndonjë pritje e cila do të mund të konsiderohet e tepërt në gjitha ato raste ku të panderit kanë qenë në këtë masë. I pari kësaj gjykate, Bashkim Hyseni, është ndalur edhe tek lëndët me natyrë korruptive, për të cilat ka thënë se ka pasur një shkallë të lartë të zgjidhjes së tyre. Bazuar në legjislacionin aktual, këto lëndë konsiderohen si krime të rënda, për shkak të vetë natyrës së tyre, dhe që statistikat në gjykatën tonë nga viti 2012 e deri më tani, rezulton se kanë qenë gjithsej 109 lëndë dhe prej tyre kemi arritur që t'i përfundojmë 81 lëndë, që do të thotë se të pa përfunduara janë 28, mirë po nga ky numër, pra nga numri 28, shumica prej tyre janë qoftë lëndë të reja të pranuara, apo edhe janë në procese sipër. Duke folur për progresin në efikasitetin e zgjidhjes së lëndëve, zyrtarët e kësaj gjykate kanë përmendur progresin që është bërë në zgjidhjen e lëndëve që lidhen me çështjet statusore, shkurtërzimet, njohjen e aktgjykimeve të huaja, ndihmën juridike ndërkombëtare dhe të tjera. Në sa i përket dënimeve alternative si edhe kërkesave për paraburgim, është thënë se gjatë këtij viti janë dhënë gjithsej 40 dënime me burgim nga Departamenti për krime të rënda dhe 43 dënime nga Divizioni Penal.